Jezusi flet me apostujt e tij. Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë më tepër nga ai që mund t'ua humbë shpirtin dhe trupin në Gehena. A nuk shitet vallë dy harabela për një asper, dhe megjithatë asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa dashjen e Atit tuaj. Sa për ju, madje dhe të gjitha fijet e flokëve të kokës suaj janë të numëruara. Mos kini frikë pra, ju vleni më tepër se shumë harabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve dhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim që është në qiej. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve dhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë, nuk erdha të sjell paqen, por shpatën, sepse unë erdha ta ndaj birin nga Ati, bien nga nëna, nusen nga vjerra, dhe armiqtë e njeriut do të jenë ata të shtëpisë së vet. Ai që e do të Atin ose nënën më shumë se